Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete. Në këtë minutash dua të sjell një video, dua të sjell një letër, që në fakt të letrën ma ka shkruar një grua, e cila ka nevojë për ndihmën tuaj, do të thënë ju në komente do t'i jepni një përgjigje se si të vepron ajo dhe çfarë zgjidhje në fakt duhet të bën. Ajo ka shkruar një storje dyshimi që ka arritur të zbulon një të vërtet të burit të saj. Do me thënë, ajo dyshon që buri i saj e tradhëton me një nga gocat që punon te lokali i lagjes. Do me thënë, është një letër pak e çuditshme, por unë dua të marr edhe mendimin tuaj. Sonte po shkruaj me duart që më dridhen dhe me sytë të plot me lot. Nuk e di, nëse kjo letër do të më japë forcë, apo do të më bëj të qaj edhe më shumë. Por kam nevojë ta nxjerr nga zemra atë që unë në thelb e kam mbajtur për brenda. Kam zbuluar diçka që nuk doja ta besoja kurrë. Kam zbuluar se buri im po më tradhton. Dhe më e dhimbshmja është se nuk bëhet fjalë për një gruaj që unë nuk e njoh, por është ajo vajza që punon në lokalin e lagjes. Ajo që e kam parë kaq shumë herë. Ajo që jam e bindur që e kam përshëndetur, pa e ditur se bas buzëqeshjes së saj, fshihej diçka që do të ma thyente krejtësisht zemrën. Nuk e di se sa kohë ka zgjatur, nuk e di se sa herë më kanë gënjur, nuk e di se sa herë më ka kthyer në shtëpi, edhe më kanë parë në sy. Ndërsa unë besoja se kisha përballë njeriu që do të më mbronte nga çdo dhimbje. Dhe tani kam vetëm një pyetje. Si mund t'ja them që unë e di këtë të vërtet? Kam frikë nga momenti kur do ta shoh në sy. Kam frikë se mos ai do ta mohoj të gjithën këtë. Kam frikë se mos do të më thotë se jam duke imagjinuar unë. Por mbi të gjitha kam frikë nga përgjigjja e tij. Sepse ndonjëherë e vërteta të shkatëron më shumë se sa gënjeshtra. Ditët e fundit kam bërë sikur gjithçka është krejtësisht normale. I kam folur, i kam përgatitur ushqimin, e kam pyetur se si shkoi dita e burit tim, madje edhe kur ai më buzëqeshte, unë përpiqesha që t'ia ktheja buzëqeshjen. Por brenda meje kisha një luftë. Doja t'i bërtisja, pse ma bëre këtë? Doja ta pyesja çfarë të mungonte ti tek unë. Doja ta dija, a ka qenë ndonjëherë e vërtet dashuria e jote për mua? Por nuk e kam bërë, sepse po pres momentin e duhur në jetë. Ndoshta ai mendon se unë në të vërtet nuk di asnjë gjë. Ndoshta mendon se mund të vazhdoj të jetoj dy jetë, një me mua dhe një larg meje. Por unë nuk jam ajo gruaja që në të vërtet nuk kupton. Unë e kam parë ndryshimin në sjelljen e tij. Kam parë telefonin që nuk e lë më kurrë larg vetes. Kam parë mesazhet që i fshin menjëherë sapo shkruan. Kam parë justifikimet, por në të vërtet kam parë edhe vonesat.
Kam para të heshtje të çuditshme kur e pyes se ku ka qenë dhe tani kam zbuluar edhe arsyen. Është ajo, vajza e lokalit. Nuk dua të fajsoj atë për gjithçka sepse ai është burri im. Ai më ka dhënë fjalën, ai ka zgjedhur edhe të më gënjej. Por më dhëm kur mendoj se sa herë mund ta ketë para atë dhe më pas mund të ketë ardhur në shtëpi tek unë. Sa herë mund të ketë menduar për të, ndërsa unë mendoja për familjen tonë. Sa herë mund të më ketë thënë të dua, ndërsa zemra e tij ishte krejtësisht diku tjetër. Edhe unë tani ndihem sikur po jetoj në një shtëpi ku çdo mur ka një kujtim. Këtu kemi qeshur, këtu kemi bërë plane, këtu kemi folur edhe për të ardhmen. Dhe tani unë jam ulur vetëm duke pyetur veten nëse e gjithë ajo që kam besuar ka qenë vetëm një gënjeshtër e madhe. Por nuk dua të bërtas, nuk dua të akmerem, nuk dua në asnjë mënyrë që të bëj skena. Dua vetëm të vërtetën time. Dua që ai të ulet përballë meje dhe të më shohë në sy. Dua t'i them që mos më gënje se unë e di. Dua të shoh nëse do të ketë guxim të ma thotë të vërtetën, sepse pas gjithë këtyre viteve, unë e meritoj të vërtetën. Nëse nuk më do, le të ma thotë. Nëse është dashuruar me dikë tjetër, le të ma pranoj. Nëse ka bërë një gabim dhe dëshiron ta shpëtoj familjen tonë, atëherë le të ketë guxim të luftoj për të. Por nuk mund të vazhdoj të jetoj në një martesë ku vetëm njëri prej nesh është besnik. Nuk mund të buzëqesh ndërsa zemra ime në të vërtetë është duke qarë. Nuk mund të bëj sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Sonte kur të kthehet në shtëpi nuk e di nëse do të kem forcën t'ia them. Ndoshta do ta shikoj në sy dhe do të hesht, ndoshta edhe do të shpërthej në lot. Por një gjë e di. Unë nuk do ta fshem më dhimbjen time. Nëse ai mendon se mund të më humbas dhe të vazhdoj jetën sikur asgjë nuk ka ndodhur, atëherë ai nuk më ka njohur kurrë. Sepse unë nuk mund të fal shumë gjëra, por nuk mund të harroj një zemër që është thyer me vetëdije. Nëse një ditë ai më pyet pse u largova, unë do t'i them. Sepse nuk më the të vërtetën kur e kishe mundësinë, sepse më bëre të dyshoj tek vetja, ndërsa ti e dije të vërtetën. Dhe sepse unë nuk dua më të jem gruaja që qanë e heshtje, por që një burr e respekton atë. Ndoshta kjo është nata kur gjithçka ndryshon, ndoshta kjo është dita kur martesa jonë shpëton, ndoshta është dita kur përfundon, por cili do qoftë fundi, unë dua të dal prej kësaj rruge me dinjitet, sepse tradhtia e tij mund ta ketë thyer zemrën time, por nuk mund të më thyej përgjithmonë. Dhe kur ta shoh sonte në sy, do t'i them vetëm një fjali. Unë e di çfarë ke bërë. Tani dua të di vetëm një gjë, a do të kesh guxim të më thuash të vërtetën, të lutem. Përshëndetje të dashur miq. Ja ku jemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton Rrëfi me Jete, për të ndarë një diçka. Tani unë nuk dua që të më keq kuptoni, do me thënë unë të gjithën këtë influencën që kam në publik, mundohem që ta përdor për të bërë mirë, për të ndihmuar në të gjitha format. Në shumicën e rasteve, kur e kam trajtuar si temë, çështjen e Bleona Matës, kur ka dalë ndonjë diçka, kur është fol ndonjë gjë për këtë vajzë, gjithmonë e kam thënë që ne njerëzit të cilët kemi mundësi dhe kemi influencë të kemi qasje në rrjetet sociale, duhet t'i përdorim këto rrjetet sociale në një farë mënyre për t'i ndihmuar edhe zonjës bukurie, por edhe atyre të gjithë njerëzive që janë ngritur në këmbë për ta kërkuar Bleonën për sa e sa vite. Tani, unë nuk dua që ta akuzoj, nuk dua edhe të gjykoj askënd.
zonja Bukurie e ka treguar historinë, e ka treguar të vërtetën se si është, të gjithë e dim të vërtetën, të gjithë e kemi dëgjuar atë të vërtet, pasi që më ky rast është bërë publik, edhe të gjithë kemi vetëm një pyetje. Përse Bukuria, si nën, është kaq e vetme në mes të botës dhe askush nuk po e ndihmon, askush nuk i qëndron pranë për ta kërkuar këtë vajzë, përpos një gazetareje që është Odeta Dume, që e ka marrë këtë rast përsipër me të gjithë mundin e saj dhe mundohet që të sjellë një informacion dhe të krijon një kanalizim rruge për të arritur deri tek Bleona, dhe i gjithë shteti heshtën. Tani, kur e hodha këtë videon tjetër të Bleona Matës, që fola për Bleonës, unë kam thënë që do ta trajtoj si temë derisa kjo nën të bie në gjurmët e vajzës së saj, sepse si gazetar e ndjej të detyrueshme që për një shqiptare time, për të cilën i është bërë rasti publik, të mos të ri i heshtur, por gjithmonë ta ngris zërin për të, që publikut t'i shkoj në mendje dhe të mos ta haroj Bleona Matën. Tani, nga krahasimi i fotos që bëm herën e kaluar, kam parë shumë komente që Bleona duhet t'i ngjason më shumë nënës së saj, sepse shqiptarët, zonjat e nderuara, janë bazuar tek fytyra që Bleona ka pas e vogël dhe që vërtet i ngjason shumë nënës së vet zonjës Bukurie. Do me thënë kanë tipare shumë të ngjajshme, vetullën, rënjën e vetullës, formën e buzës, mënyrën e fytyrës, do me thënë dhe Bleona duket të jetë si nëna e saj. Sot, shqyqyr Zotit, kemi inteligjencën artificiale shumë të zhvilluar dhe uroj me zemër që Zoti ta ketë sjellë këtë frym tek njerëzimi për ta krijuar këtë inteligjencën artificiale për t'ju ndihmuar njerëzive, nëpërmjet inteligjencës artificiale, me një kërkesë që unë i bëra, që do me thënë të ma vizaton në mënyrë të detajuar se si mund të duket Bleona Mataj sot, është pikërisht kjo fotografia që ju shikoni, që do me thënë me fotografitë që ka gjeneruar dikur Odeta Dume dhe gjithkusht tjetër, do me thënë është pak si e ngjajshme, por imagjinoni Bleona duhet jetë pak edhe më e mbushur apo edhe më e dobët, se varet se ku jeton, varet në çfarë gjendje është, varet si është jeta e saj dhe varet se çfarë jetë bën. Dhe pikërisht inteligjenca artificiale duke bashkuar fytyrën e nënës dhe fytyrën e vajzës për një ngjashmëri dhe duke u bazuar tek vllau i Bleonës që është pak edhe i mbushur dhe ai, do me thënë këtë pamje na e jep. Në lart e poshtë, do me thënë kjo mund të jetë Bleona Mataj sot, sepse ka njerëz që edhe mund ta kenë takuar në rrugë, edhe mund ta kenë parë në rrugë, sepse Bleona dikundi ekziston, e kam thënë një herë, do ta them edhe një herë dhe i kërkoj shumë falje zonjës Bukurie, por unë dua ta them këtë gjë. Bleonën nuk erdhën që ta marrin alienët, mos thash Zoti, edhe e kanë çuar në një botë tjetër, Bleona është këtu në mesin ton. Unë besoj shumë tek fakti që një nën e ndjen fëmijën e saj, por derisa asnjë njeri nuk flet, derisa asnjë njeri nuk jep një fjalë të vetme, unë i lutem Zotit të Madh dhe besoj që kjo lutja është që e bëni të gjithë ju, që të paktën një ëndër t'i çon kësaj nënës edhe le t'i tregon një destinacion. Unë besoj në mrekulli dhe vetëm kështu kjo nën mund të bi në gjurmët e bijes së saj. Bleona Mataj, sipas logjikës së inteligjencës artificiale, duhet të jetë në këtë formë ngjashme. Tani, ne duhet të gjithë të bëhemi së bashku, ta ndihmojmë dhe gazetaren Odetën, sepse dhe Odeta normalisht e vetme nuk mund të bëjë gjë, pasi që institucionet ka rënë në gjumë të gjitha dhe askush nuk ngritet të flet për Bleonën, por ne shqiptarët ngritemi për interesin ton, ngritemi ne të ngrejmë në këmbë qeverinë, ta shkatrojmë qeverinë sepse nuk na pëlqen si kryeministër Zoti Rama dhe nuk ngrihemi njëherë në këmbë që këtyre politikanëve tanë të nderuar t'ju kërkojmë të vërtetën e gjithë këtyre fëmijëve, sepse nuk është vetëm Bleona. Janë shumë fëmijë që janë humbur ndër vite në Shqipëri dhe familjarët e tyre i kërkojnë. Dhe kjo nuk është fenomen vetëm në Shqipëri. Kjo është fenomen në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni. Thash edhe një herë, nuk dua ta akuzoj askënd, por unë bëj apel që edhe Spaku të merr këto raste më në dorë, se në fund të ditës nuk ka lidhje
çmimi që të paguan nëna e Bleronës, nuk presim ne lek nga nëna e Bleronës, se bolle ka ngënyer atë grua, do me thënë komplet jetën e saj dhe pasurin e shkriu për ta kërkuar fëmin e vetë, dhe një nën shqiptare është kjo, që kur nuk heqë dorë nga fëmia, se nuk e ndjen kot ajo nën, nuk e ka gjithë këtë ndjenjë ajo, këtë ndjenjë ja sjellën Perëndia, ja sjellën Zoti në shpirt, nuk e ka gjithë këtë ndjenjë që do me thënë thot unë e dua vajzën se vajza më jeton, por askush nuk flet. Andaj edhe ato që e kanë kryer këtë vepër, është mëkat që ta mbani në vete. Ku do ta çoni këtë vepër? Do ta çoni në varr, po duhet një ditë duhet të përgjigjeni tek Zoti i Madh. Çfarë do t'i thoni Zotit? A nuk e keni frikë Zotin ju për këtë gjë? Nuk besoni ju në Zot? Unë mendoj që ky rast njërë duhet njerëzit të ulen dhe të binden mirë që gabimi është bërë. Zonja Bukurie nuk është një grua që do të gritet ju vret, jo. Ajo e donë realitetin e vajzës së saj, si do që të jetë. Po qofte edhe nëse nuk jeton, mos e thënë të Zoti, ajo e donë ta dije ku e ka një pikë trualli e bia. Dhe për këtë rast, unë mendoj që edhe Spaku duhet ta merr këtë rastin në dorë. Andaj të dashur shqiptar, le të bashkohemi të gjithë së bashku për zonjën Bukurie dhe për shumë zonja të tjera, të cilat kalojnë ditë shumë të vështira në përditshmëritë e tyre, në jetën e tyre, do kisha dashur shumë që t'i marrim këto raste më përsipër, të flasim për këto raste, t'i komentojmë këto raste, që publiku të mos t'i harrojë këto raste, këto dhimbje që shqiptarët kanë kaluar dhe vazhdojnë të kalojnë, se nuk ka më keq se sa të shohësh veten tënde duke u djegur për ditë e për natë, duke u përvoluar nga një X njeri që ty nuk ta tregon të vërtetën e familjes, që e vërteta realisht është e shenjtë. Unë uroj që kjo që unë fola deri më tani të jetë arma që të zgjojë të gjithë shqiptarët, që shqiptarët të dinë se vërtet çfarë po ndodh me Bleona Matën dhe ku është ajo vajzë.